Ka një mana. E këtu mini dhe çfarë është? E bi ghadabin sadirun min, pra me një idhrim I cili vjen prej Allahut. Me një idhrim I cili vjen prej Allahut. Pra kjo fjala min është për sebeb. E qëllimi I cili se është idhrimi I Allahut edhe idhrimi dikujt tjetër, që Allahu ja jep mu idhru kundër atyre. Pra Allahu ka bërë që ata gjithmonë të shoqërohen nga hidhrimi I Allahut dhe të shoqërohen nga hidhrimi I njerëzve. Vini re në surën Al-Fatiha, çka thot Allahu te bareke ve teala, siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim wala dhallin. Ka thënë ghayril maghdub, e kemi shpjeguar te ghayril maghdub alehim. Nuk ka thënë ghayral ladhina ghadibta alehim. Mos përshembull në surën Al-Fatiha thot Allahu xhel xhelalu, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët I ke begatuar me të mira, dhe mos na bër në rrugën e atyre të cilët ghayril maghdubi alehim. Me ata se ne çka thojmë? Ti je hidhru me ta. Ama në gjuhën arabe ka ndryshe. Ghayril maghdubi alehim. Hidhrimi u ka ra atyre. Hidhrimi u ka ra atyre. Pse? Sepse ata janë të hidhruar. Pra, hidhrimi e marrin edhe prej Allahut, edhe pi pejgamberëve, edhe pi muslimanëve. Andaj Allahu xha në surën Al-Baqara, çfarë ka përmend? Ka përmend mallkimin e Allahut, mallkimin e melaçeve dhe mallkimin e njerëzve. Krejt dunjaja I mallkon. A ka më keq? Për këtë arsye vëllezër, veprat janë vepra zemre. Se dhilli është mrena në shpirt. Kur njeriu vëllezër nuk fiton me zemër, me inimu këtë dunjaja, Allah thot duribet aleihimu dhille. Ka se e ka të shkruar për sërsien. Pejgamberi alayhis salatu wasallam luftën e ka bërë luftë zemre. E ka fituar njerit zemrën, pastaj e ka lënë të lirë. Kur t'ja fitoj vëllezër dikujt zemrën, lejet lirë mu. Allahu xhelel xhelal vëllezër, shiko. Allahu xhelel talib zemrën, e pastaj të let lirë. Allahu talib zemrën, pastaj të let lirë. Allahu për shembull besimtarit ja ka marrë zemrën. Edhe ka thënë ti ki 5 vakt namaz, fars, 17 recate në ditë. Apo, po kur ja ka marrë zemrën, çka bën besimtari? Thotë çka ka diçka shtesa, du me fal Allah. Pse? Se tash ka marrë zemrën. Allah e ka bën një muaj Ramazan me agjëruar. Allah na mëson me mirë muajin e Ramazanit. E po besimtari kur ja merr Allahu zemrën, çka bën besimtari? Thotë unë duhet hanetejt me agjëru. Unë duhet ditë të bardha me agjëru. Po duhet të me agjëru nafile shtesa. Pse? Se ta ka marrë zemrën. Por këtë arsye vëllezër shiko, kur dikujt I merret zemra, e njerëzit çfarë bëjnë luftë trupash. E kur ti e ke luftën me trupin, veç I ndron trupat, herë trupa po. Si këto ushtar. Ai trup ka marr, ama zemrën se ka marr. Pejgamberi alayhis salam nuk ka kriju ushtar të paguam. Sahabët janë ushtar të paguam. Janë ushtar me zemër. Kanë ushtar me zemër. E ushtar me zemër çka kanë bërë vëllezër pe pejgamberit alayhis salam kur gjë. Shikoj vëllezër në surën Al-Insan. Vini re. Asin shumë në rëndësi vëllezër kur njerëzit I bëjnë luftat për trupa edhe nuk I bëjnë luftat për zemra. Në surën Al-Insan, surja 76 në Kur'an, na tregon neve Allahu xhelel xhelal në Kur'an se besimtarët e vërtet janë ata që u shërbejnë me bamirësi të tjerëve. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi." Dhe ushqejnë, I japin ushqim me gjithë dashnin që e kanë ndaj ushqimit apo ndaj fukaras, miskinen, wa yetimen, wa asira. E ushqejnë fukarajan, e ushqejnë jetimin dhe ushqejnë të burgosurin, ai cili është I prangost. Shikoj se çfarë thon. Inma nut'imukum li wajhillah. Ne këtë vepër e bëjmë për ushqimin që u japim juve veç për hir të ftyrës Allahu xhelel xhelalu. Allah na bëf fitore. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Vini dhe zërë. Këtu thëtë Allahu xhelal në surën 76 me radhë në Kur'an, ajetin 9. Shkujve se neve për në ngatrohen ka njëherë. Na dojmë shpërblimu dhe zërë. Njëri thotë, po unë e qish me fitu, masi s'ka ushtari pagum, besimtari pagum, kur gjës, po për çka me lëvizune? Vini re, Allahu neve në mëson. Thëtë në Kur'an, la nuridu minkum jazaa. Na nuk dojnë shpërblimin pi juve. Na dojnë shpërblim, jo pi juve. Shkoj ka dallim dhe zërë. Na çdo njëri për neve shpeson shpërblim. Apo, ama jo për tije. Ka dallim. Allahu që thot, inma nut'imukum li wajhillah. Ne ushqejmë për hir të Zotit, për hir të ftyrës së Zotit. S'dojna pi juve shpërblim, e as nuk dojna falëndërim për juve. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ne I tutmi asaj ditës e cila ditë është e tmerrshme dhe e ranë në azab.
fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. E Allahu i ka rujt pi sherrit asaj dite, dhe pastaj Allahu ju ka dhënë shpërblimin me ndriçim dhe shkëlqim.